Janë kandidatët. Binaj përballë Manastirliut, sondazhet tregojnë një rritje shumë të mirë të Binajt në sondazhe, madje deri diku duket sikur Rama është në disa pozicione jo fort komode për të shkuar në zgjedhje për Tiranën. Në rast se jemi përballë një date zgjedhjesh për Tiranën, opozita është gati plotësisht dhe mendoni se pse jo mund të jetë dhe fitues Binaj? Po bazohem në sondazhet e fundit, pra ajo që neve si opozitë ka një rritje, po. Ajo si ne ky është në fakt edhe dallimi midis opozitës dhe majorancës. Majoranca unë e përmenda edhe pak më përpara, ka vënë një kandidate e cila ka disa çështje për korrupsion, për abuzim, për tenderat sekret gjatë Covidit, për check-upin, për sterilizimin, për tenderat me barnat e tjera. Pra, ke një kandidate e cila thjesht është një igur tjetër në ato piramidën e pushtetit të Edi Ramës dhe një person që Edi Rama do vijoj ta shfrytëzoj, jo në kuptimin fizik të fjalës, për të mbajtur si pronë të tij edhe Bashkinë e Tiranës. Në ndërkohë që opozita ka dëgjuar zërin e qytetarëve dhe prandaj vendosi që t'i bashkojë dhe të mbështeste një kandidat të pavarur. Pse? Sepse neve, jo se kishim plot figura politike, por qytetarët kërkonin një figurë përbashkuese e gjithë faktorëve opozitar dhe Flor Binaj e ka bërë këtë, po bërë një fushat fantastike, ne kam ndjekur nga larg, jo nga afër, po bërë një fushat fantastike duke dëgjuar qytetarëve. Pra Florian Binaj jo vetëm që është i ndershëm, jo vetëm që është një arkitekt që do t'i sjellë Tiranës, mendoj unë, dhe vizionin e tij dhe të ekspertëve më të mirë të arkitekturës dhe urbanistik për t'i dhënë Tiranës pak frymëmarrje. Ju mendoni se do të arrihet bashkia në dorët e opozitës në këtë rast? Shifni sondazhet. Sondazhet e fundit dëshmojnë që janë në mos më mirë Florian Binaj, po janë aty dhe unë gjykoj, nuk dua që të akuzoj gjykatën kushtetuese, por nuk dua të besoj që është vetë Edi Rama që po e shtyn sepse ai nuk është i bindur. Pra Edi Rama do që çdo zgjedhje të shkojë tek rezultati që ai ka në mendje të tij. Pra ai nuk është i bindur që fiton Bashkinë Tiranë dhe prandaj edhe po e shtyn në kalendar. Është më tepër forca e kandidatit, forca e opozitës apo të dyja bashkë? Kur keni këtë bindje që mund të ndodhi një fitore? Tani unë them që tani janë bashkuar të gjithë faktorët. Opozita bashkohet në mbështetjen e një kandidati që ka ardhur si zëri i qytetarëve, po dëgjon qytetarët dhe jam e bindur që Flor Binaj do mund të transmetojë të gjitha problematikat që po dëgjon këto muaj. E kemi parë që ai është munduar dhe kur ka qenë tek Piranjat ka bërë punën e tij duke zgjidhur jo pak, po shumë e shumë. Pra ai është një vijim i punës së viteve të fundit që duke dëgjuar problematika dhe zërin që institucionet nuk i zgjidhnin, është munduar që t'i zgjidhë. Ka denoncuar, ka bërë denoncime pafund, pa frikë. Ju do të angazhoheni në këtë fushat? Patjetër, që kemi filluar punën, po angazhohemi, jo më lart se dje kam pasur takime në disa deg të Tiranës, ku unë jam caktuar. Pra ka një organizim në opozita për ndarje detyrash? Jo, do kesh një gjë parasysh Nisit. Neve do bëj punën tonë, po nga ana tjetër nuk ka zgjedhje në Tiranë, as në asnjë vend. E vërtetoi raporti OSBE Dirit, tha partia shtet. Keq përdor çdo burim, shto këtu edhe patronazhimin që e ka të përmendur, shto këtu edhe bandat kriminale. Por ajo që unë një thirrje dua t'i bëj gjithë qytetarëve, që është vetëm reagimi i qytetarëve që besojnë te vota e lirë që mund ta rrëzojë këtë pushtet. Dhe kjo është thirrja që unë i bëj gjithë secilit ka ardhur momenti të reagojmë, të mos heshtim dhe të reagojmë vetëm kur vjen tek shtëpia jonë. Po atëherë kur ne kemi mundësi që të sigurojmë kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe këto zgjedhje të përcaktojmë kryetarin e bashkisë, kryetarin e shtetit e kështu me radhë. Shumë faleminderit zonja Vokshi për bisedën kënaqësi gjithmonë. Faleminderit juve dhe ditë mbar uroj. Përfundon biseda me zonjën Vokshi, deputete e Partisë Demokratike, folëm për zhvillimet kryefjalë të javës. Ne mbritëm në fund